Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin. Sot në Tiranë, Berat, në Durrës, ka ndodhur 4 vrasje. Dhe vrasje për motive banale, në Durrës i biri vrau tjatin, thonë që ishte me probleme psikike, por megjithatë është shumë e rëndë. Pra, krimi po zbret në shkallët ordinere dhe jo se kuptojmë krimin që është për rrjetet mafioze dhe për të fortët e cubat. A tregon kjo një depresion të shoqërisë? Apo krimi nuk ka më kufi dhe nuk ka më frikë sepse ndoshta nuk sundon ligji? Për këtë do të diskutojmë sonte me avokat Edmond Petrej. Gjithashtu analist, jo vetëm për çështjet juridike, por edhe politike e sociale. Zoti Petrej, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit Ilir. Faleminderit ju që erdhët dhe besoj s'është hera funit që do vish. Zoti Petrej, sot ka ndodhur 4 vrasje në Shqipëri. Një, siç thash, i biri vrau tjatin, tjetra në një restorant në Tiranë, guzhinjeri vret kamarierin për një sherr banal. Përse ndodh kjo? Shikon, kush janë shkaqet? Jo vetëm si njeri i ligjit, por edhe si njeri që merresh me probleme sociale. Shikon, problemi është ky. E para njërë që unë duhet të bëjmë pak bisedën, bashkëbisedimin të bëjmë pak sportiv. Patjetër. Ta përzim pak edhe me sportivitetin tonë. Ashtu siç jemi. Mos të jemi strikt edhe me ato rregullat me klishe të paracaktuara, por të dalim edhe ta kthejmë edhe pak me sportivitet, përdorim edhe ndonjë humor për të cilën me të vërtet ka nevojë, sepse disa simptoma të cilat në përgjithësi vijnë re në këtë popull, po ta shikosh në përgjithësi pak janë personazhe të cilët prekin problematikat dhe i thonë me sportivitet ato që janë. Një nga ta është... në këtë rast, unë nuk mendoj që duhet pa me sportivitet. Jo, s'ka lidhje me këtë. Ideja është kjo, nuk ka lidhje kjo, është tjetër sens. Që bashkëbisedimi të jetë në një formë tillë, sepse kjo marrëdhënie sociale, nuk po flasim tani që të mbajmë zi, fillojmë qaj, se këto probleme janë të pritshme. Shqipëria ka bilance lufte, në fundit kriza sociale ka arritur kulmin. Kemi një marrëdhënie njëri personazh që e shikojnë njëri tjetrin si armik dhe shqiptarët nuk jetojnë dot në paqe. E kanë pjesë të klimës së tyre që i bën dëm marrëdhënia e paqes dhe ajo për të cilën ne i shikojmë këto element është që ky popull ka arritur në pikën kritike që përpara se të kryej atë veprim nuk ndalon që t'i japi një rifreskim trurit, një restart, por kryen aktin të cilin pa menduar se çfarë pasojësh ka më prapa ai akt. Dhe jo më larg se sot isha në një bashkëbisedim për sa i përket rastit vrasjes së gjyqtarit, ishte një krim makabër, dhe personazhi i cili ka kryer krimin nuk del më nga qelia. Pra ai e ka të prerë që nga momenti që në krye detyrës ka rarë një gjyqtar dhe është me burgim përjetshëm. Nuk ka më rrethana lehtësuese për sa i përket atij personazh. Edhe me pjesën e xhaxhait që kërkonte lirinë për sa i përket masës së sigurisë, një zvendësim që nuk bëj, pa u shqyrtuar çështja në themel etj. Më fal se tani këto vrasje të cilat po ndodhin në Shqipëri janë pjesë llogarish, janë pjesë spontane, ka dhe gjëra spontane, që po të shikosh agresivitetin që ne shfaqim si popull janë të tmerrshme. Ne nuk e durojmë dot dialogun, ne nuk e durojmë dot fjalën, ashtu siç e kemi edhe pak të trashëguar nga problematika e kohës mëparshme, të sistemit të mëparshëm, që ata personazhe të cilët janë rritur në prindër problematik, si pasojë e presionit dhe ngarkesës që ka pasur në atë sistem,
është transferuar dhe të fëmijët e tyre të cilët nuk e njohin dialogun. Pra, neve jemi si një popull që nuk e arrim të bëjmë dialog. Nëse neve nuk bëjmë një hap prapa dhe përpara se të kryejmë krimin, t'i thrasim mirë mendjes, por ne vazhdojmë sepse na thot tjetër di çfarë bën ti, mik bjeri, bëj kështu sepse kemi dhe shoqërinë shumë të gabuar. Shoqëria jon lavdëron kriminalin. Po ta shikosh. Këtu më kujtove një thënie të Kanicës që thot në cilin vend të botës kriminali, hajduti, cubi, i forti, bën lojë krime ose vjedh, jo vetëm që nuk e denonson shoqëria, po e mshet thot nga dhe lavdëron. Dhe e lavdëron thot dhe i hapin udhë. Shikom. Ky vend është mes të Europës thot për Shqipërinë. Dhe ideja është e thot më bukur, po edhe një agresivitet shumë i madh, domethënë ne kemi të trashëguar me çikte. Shikom. Problemi është që sistemi i parshëm ka kryer rolin e vet. Iliria e ardhur në këto 35 vjet. Sistemi i mëparshëm. I mëparshëm komunist ka qenë pjesë psiqike ka pasur. Nuk ka pas krim të rrugës, po ka bë krime vetë sistemi. Duke burgos, duke internuar, vra njerëz. Ajo është një marrëdhënie tjetër i lirë. Po jo, domethënë tjetër që por ne flasim për pjesë të dhunës psiqike. Dhe ajo dhunë psiqike ka qenë regjimi komunist. Me fjalë flasim për pjesën e vrasjeve, burgimeve dhe me pjesën atyre që ato që ishin lirë dhunë psiqikisht kanë qenë. Pikërisht pra këtu do të Kur si i lirë maro i dhunë psiqikisht. Marrëdhënia e këtij populli është që ne jemi në kufit e skadencës ose ka mbaruar skadenca. Po të shikosh, Gjergj Luca e di mirë kur fillon prodhimi dhe kur është mbarimi. Dhe po të shikosh, Gjergji është nga personazhet më kryesor i cili ja ka gjetur defektet dhe kur fillon dialogon e shikon që fillojnë irritohen, komentojnë e tjera dhe ai përsëri u qëndron përballë dhe me atë sportivitetin e vet që e ka klasik, me fjalë është një kopja e Gjergj Lucës, nuk bëhet dy. Është një kopje. Po vetvetja, nuk i hiqen vetvetes. Po pikërisht, ai është një kopje dhe kopja e dytë nuk prodhohet dot si ai. Se prodhohet dot, e para herë ai nuk ka as nuk e ka në mendjen e tij as nuk kalkulon që dali jashtë vetvetes. E prekëm në këtë pikë sepse ai është një personazh nga më cilësorët në këtë vend, është një biznesmen i cili me uljet ngritjet e tija në fazat të ndryshme të biznesit ka arritur të mbijetoj dhe unë si Edmond Petrej nuk e shikoj Gjergj Lucën si një personazh i përkrahur nga pushteti. Unë shikoj që një person i cili ka marrë ato ngrehinat dhe ato cop-cop, ato ndërmarrjet e demoluara, të mbaruara e tjera dhe i ka sjell dhe identitet dhe i ka rikonstruktuar që i ka bërë ndërmarrje të frytshme, ambiente shërbimi dhe punësimi. Më thuaj zoti Petra se duhet pyesë unë ty po të them, më thuaj një biznesmen në Shqipëri që prodhon, mund të ketë në një tek të vogël, Gjergj Luca prodhon, e ka peshkun, e merr, e përpunon, e ashtu dhe e shet tash deri në Amerikë e në vendet skandinave. Dhe servir, bravo. Pra, përveç kësaj që ka fut rreth 3000 punëtorë në punë, ajo është më kryesorja. Po, tjetra është, ajo do dalë që thatë ju. Ky nuk ka ndërtu Gradaciela, nuk ka ndërtu pallate për me fitu. Tani jemi në një mendje dhe unë Gjergjin e kam më shumë për zemër. Jo, se është ajo që thatë ju është e vërtet, se du ta lidh, sepse e sulmojnë shumë. Nuk ka njeri më punëtor. Me kështu është populli ky, është populli. Punon paktën punon 16 orë në ditë. Atë jo, ai ka 24 orë, sa i merr makinë, shko Saran, shko këtu, shko atje, e kanë lëvizje për mua Gjergj Luca. E dyta është prodhues, që ne nuk kemi prodhues, po kemi batakçi që morin leje ndërtimesh dhe bëjnë ndërtime, i shesin ashtu dhe shëmtojnë vendin, dhe ky njeri ka zbukuruar ato grehinat që thuti. Shkon Maliq, që është me humbje, Maliq, çfarë bukurie ka bërë. Në Elbasan, 2 kinemat më të bukura të Republikës ke të Gjergj Lucës. Teatrin më të bukur e ke të Gjergj Lucës. Është një kompleks kulturor, artistik dhe biznesi. Pra, ku i ke patit radhën? Një tjetër që duhet përmend është Gazdemi, i cili ka marrë leje, ka marrë këtë, po bën
fusha sportive, ka bërë një klub sportiv, mori një Partizan me sistem dhe ka ndërtu gjithat klub modern që është si klubet e Europës, me hotel, me me gjithë. Pra, ideja është neve kemi një problem me investitorin. Po ta shikoni këtë po, është bërë një debat i jashtëzakonshëm për sa i përket rastit të Pacollit. Problemi është që ne kemi si popull i natë investitorin. Neve e urrejmë investitorin. Ne nuk e duam njeriu në suksesshëm. Është populli këtu më. Popull demel më. Është populli. Shikoj çfarë ndodh këtu i lirë. Neve këtu është edukuar një popull i cili çohet në mëngjes, ku dallon për shembull një britanik nga një shqiptar për shembull. Pra, Edmond, investitorët, siç thatë ju, shikohen me një urrejtje, sepse nuk e arrin dot atë që bëjnë ata. Jo të gjithë investitorët, lutem do t'i ndajmë, se ka investitorë që kanë përfituar. Për cilësorët, po. Dhe ne e filluam me Pacollin, po. Dhe Pacolli, me sa pashun, është një problematik kontraktuale. Nuk ka lidhje kjo jo spaku, jo erdhën rusët, sepse neve e di si e shpikim armikun, por ne jemi popull që krijojnë vetëm armik. Shpikim vetëm armik. Dhe neve nuk e kuptojmë akoma që ne jemi në 2025-ën dhe sot të prodhosh armik është e pamundur. Po neve vazhdojmë sepse gabimet e së shkuarës ne po na ndjekin akoma. Ne merremi akoma Kosova, Toka, Ushit Toka, Trepçja, ne merremi me hallët e Serbisë kur do bjerë Vučići. Vučići një pro-amerikan, ai thotë është pro-rus, ai tjetër është. E kupton me fjalë se Shqipëria nëpër lokalet shqiptare, po ta shikosh të gjithë situatën, prodhohen lidera. Me fjalë Shqipëria, po ta shikosh në kafe, flasin liderat e planetit, të cilët planeti shumë i vogël që të mbaj kaq presidenta dhe lidera planetit. Kështu që në Shqipëri, një kafene zotron vetëm 10 lidera dhe burra shteti që mund t'i përdorin shtetet e ndryshme, sepse kapacitetet që kemi ne janë universale. Kështu që Shqipëria prandaj ka këtë dembelizëm, se ne po të bësh një kërkesë, kërkojmë 50 punëtor, nuk vin asnjë. Po të bësh një kërkesë që duam 50 drejtor, vin 500 kërkesë. Jam dakord. Tani, më thuaj si e shikon marrëdhënien e drejtësisë, institucioneve drejtësisë me njëra tjetrën këtë situatë. Kemi problem me gjykatën kushtetuese, kemi problem me SPAK-un, kemi problem, sigurisht duhet të jenë institucionet pavarura, por duhet të kenë një marrëdhënie ndërsjellë për të shërbyer shtetit. Ku është drejtësia për ju sot me që jeni njëri? Shiko, ka probleme drejtësia, sepse jemi, mos harro që para 9 vjetësh u miratuar reforma në drejtësi, u deshën vitet që të piketoj, programoj elementet kyç në ndërhyrjen në kushtetut, që s'është e lehtë të ndërhysh në librin themeltar që ka një shtet, që është kushtetuta, që u bën ndërhyrje në kapitullin e gjykatave të drejtësisë etj. Dhe por megjithatë, sistemet e drejtësisë të gjitha shkallët u krijuan ato vakume sepse diku u gabua në mënyrën e përzgjedhjes dhe update-it të pjesës dhe vettingut që u bë për institucionin, ndërkohë që për mua ishte fare e thjeshtë. E kam thënë kemë zë dhe me figurë në kuvend, kur grupet e interesit kanë dhënë mendimet dhe propozimet, është me zë dhe me figurë, unë quhem Edmond Petraj, e ke atje, dhe kemi shprehur fiks që nëse juve keni seriozisht reformën e drejtësi, hiqni 800 veta nga sistemi, hapni garën për 800 veta të rinj, pa e kishin këtë kapacitet, sa të duash. Ka avokat shumë të përgatitur dhe me përvojë, ka jurista shumë të përgatitur dhe me përvojë, por sidomos avokatët. Dhe për mendimin tim që duhet vënë një element kusht që një person i cili nëse nuk ka një 5 vjeç ose një 10 vjeç në avokati, mos të futet në prokurori dhe në gjyqësor. Kanë shumë shtete këtë. Sepse nëse nuk futet kjo, një avokat
bëhet gjyqtar dhe prokuror, ndërsa një prokuror dhe një gjyqtar nuk bëhet dot avokat. Pra kjo është një formë. Kështu që Në Shqipëri ka ndodhur kjo zoti Petre. nuk ka ndodhur. Ka ndodhur, po ka ndodhur. Çka marr, ka marrë jurista, më kanë marrë ata që duan, ata që se njohin derën e gjykatës. Nuk më kuptove. Ka ndodhur kjo që ishin gjyqtar, ishin prokuror dhe vetingu i largoi ose disa u larguan me dëshirë me mos i shtru vetingut dhe pastaj u bën avokat. Pra ne e bëjmë invers, nuk e bëjmë të kundërtën. Kështu që po tjetër gjë ajo. Dhe e dyta është që një njeri që është largu, këtë më shpjegoti mos i avokat. Një njeri që është largu nga sistemi i drejtësisë, prokuror, gjykat, që është largu nga sistemi i drejtësisë, për arsye të vetingut, si ka mundësi që ky njeri nesër bëhet avokat? Dhe ose del në për opinionet e banaqeve të darkës dhe jep moral edhe jep mend në një kohë që duhet të japë llogari. Pra, ne i hoqëm, po nuk u ndeshkuan. Nuk u ndeshkuan, aty ne duhet shek licenca, duhet shek e drejta. Pra, mos jemi ne si publik. Do të ishte ligji i tillë që mos të ushtronin aktivitet në fushën e drejtësisë edhe të avokatisë. Po. Duhet ishte ligji i tillë. Ligji s'u bë, kështu që kjo është situata. Gjithsesi nuk merrem atë se janë larguar dhe personazhe që nuk ja vlen të iknin. Të them, unë di një personazhe pozitiv që nuk duhet të largohesh nga sistemi. Ora unë flas në principle. Okej. Tani, shiko, drejtësia po të shikosh në elementet kyç të saj, problemi është që u vun disa referenca dhe disa dysheme, të cilat e ngadalsuan procesin. Dhe cili është ngadalsimi i shfaqjes së interesit? Sepse këta vun 15 vjet një person do të kishte pa ndërprerje në fushën e drejtësisë. Dhe do të kishte qenë gjyqtar, gjyqtar dhe prokuror, po 15 vjet, jo më pak se 15 vjet. Ndërkohë që te avokatët kjo ka çeduar, sepse jo gjithmonë avokatia mund t'i plotësonte këto element të 15 vjeçarit. Dhe kjo ishte barriera e parë. Pra kjo dysheme duhej hequr. Dhe këta e vunë këtë dysheme që fillon nga 15 e sipër. Ishte një gabim. Mund të kishen disa elemente të tjerë, por që baza duhet të ishte dhe preferenca duhet të ishte te pjesa e avokatisë. Por avokatia në reformën e re të drejtësisë ishte profesioni më i pabesueshëm, siç është edhe sot, që i kanë bërë këta. Ligjvënësit e quajnë avokatin pjesën më të pabesueshme. Pra, nëse dikush vete fillon një aplikim për Byron Kombëtare të Hetimit ose agent të Byros Kombëtare të Hetimit, nëse ka punuar avokat, integriteti i tij minimizohet sepse i ka punuar avokat dhe shikohet i dyshim për pazare tjera. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Megjithatë ka shumë avokat që bëjnë sekserin. Shiko, edhe një herë. Këtu kemi një gjë që ka një handicap që drejtësia ka. Tani unë po të flas e pare një që nuk aspiron fare më se ne na iku dhe mosha që nuk aspiroj më fare për këtë. Jo, unë nuk thash. Ne ajo që i japim neve sot është një mendim. Siç ka gjyqtar të ndershëm, siç ka prokuror të ndershëm, ka dhe avokat të ndershëm. Kemi dëgjuar që avokati të shet, nuk të shet avokati. Avokati nuk ka mundësi, probabiliteti i shitjes së avokatit është 0. Jo, nuk të shet, pa avokati blen nëpërmjet sekserizmit. Çfarë për shumë blen apo? Me gjyqtarin. Jo. Tani edhe njërë, çdo praktik, në praktikën penale dhe në praktikën civile apo administrative, shenjat e procesit janë të letrat e dosjes përkatëse. Pra nëse një person, e di kur mund të themi ne që ndërhyjet të rëndshëm në sistem, themi atëherë kur bëhet një vrasje, e cila dihet se si ka ndodhur, ndërkohë që gjykata vendos krejt ndryshe, duke se pak raste ka pas që kriminal, pak raste ka pas. Edhe njërë. Ka raste që janë liruar kriminal. Mi fer tani kriminali nuk lirohet kollaj, ai që mendon ti, por ai mund të jetë dënuar më pak se çmeritonte. Dhe ka bërë afatet e caktuara ose ndoshta ka dalë dhe i pafajshëm. Tani kur del i pafajshëm, janë pjesa dhe barra e pjesës së viktimave akuzuese ose e prokurorit që të zbardhit të gjithë procesin pse ky njeri doli etj. Unë di shumë raste nga këto. Di dhe unë raste, nuk është se nuk di, por problemi është që në qoftë se nuk bëhet një ankim, nuk po funksionojnë strukturat e ankimit. ILD-ja po merret me 2020 akoma, me ankimet e 2020-s. Ndërkohë që këta
me diellën që kanë futur tani, duhet të implementojnë në të gjitha institucionet diellën, inteligjencën artificiale. Dhe inteligjenca artificiale duhet të lexojë të gjithë dokumentat, fije përpër dhe të japi mendimin juridik. Sepse këtu është keq kuptuar kjo puna e diellës. Në ka gjë më madhështore. Është pjesa e futës së inteligjencës artificiale në sistem. Dhe kjo do të rregullojë gjithë sistemin. Po ma dëgjoj mirë për këtë. Dhe do të shikojmë bashkë pas 2-3 vjetësh që ky sistem, që këtë administratë që kemi me shumë probleme sot, e cila nuk di të japi një përgjigje dhe një zgjidhje juridike, do ta shikosh që do të jepet një zgjidhje krejt ndryshe, me kualitete tjera. Nëre çfarë thonë që edhe diellën e komandon njeriu? Jo, nuk komandohet. Ajo është pjesa e inteligjencës artificiale, e cila i ka të programuar algoritmet dhe ajo futet në referencat e pjesës së sistemit dhe kushtetutës dhe në bazë ligjore që ka shteti shqiptar. Kush e shikon dhe kush e kupton. Ata që s'don ta kuptojnë edhe bëjnë humor me diellën, le ta bëjnë. Pjesa tjetër është se un kam qenë në një gjyq në Abu Dhabi dhe brenda 4 ditësh ka mbaruar gjyqi. Si aty gjyqi zhvillohet me inteligjencën artificiale. Dhe inteligjenca artificiale jep mendim për gjyqtarët, nuk jep vendim. Dhe këtë mendim ata e lexojnë. Por nuk i dalin dot kundër, sepse ajo ka dhënë mendimin edhe të koncentruar më të mirë. Dhe si veprohet? 4 ditë është procesi atje, 3 deri në 4 ditë. Në ditën e parë vin prokurori i cili depoziton aktet, i skanon, i fut në sistem, me firmën e vet, me vërtetimin e vet të nënshkrimit elektronik, me policia gjithë dosin, gjithë e kalon aty, mban përgjegjësi dhe për vendimin dhe atë të cilin ka marrë. Në pjesën tjetër, ditën tjetër, atë ditë që dorëzon prokurori gjithë dosjen, rrin prezent gjyqtar dhe sekretaria e gjykatës dhe pala mbrojtëse e të akuzuarit ri aty që numëron aktet e tjera, aty, që jep edhe një kopje të akteve dhe pjesa tjetër, me numër kopjesh, dhe pjesën tjetër, ditën tjetër, është avokatia që fut kundërshtit, prapësimet, parashtrimet e tjera, po duke futur dhe një kod halali, sepse ata kanë një kod halali. Në qoftë se ata nuk e kanë vetë në sistem, që në qoftë se ata vetë nuk e zbatojnë kodin e etikës dhe të halalit, ka një kod më vete, kod moral që ai, ata i kanë haram gjërat. Me dhe atje funksionon, për shumë bankat atje, japin kredi, po nuk marrin përqindje. Dhe thot, ti sa do marrësh, do sjellësh, por përqindje nuk e, se e kanë haram. Po, e kanë me... E kanë një stil tjetër. Nuk janë me interes. Po, edhe pjesa tjetër është që, pasi futen këto, brenda 24 orësh, inteligjenca artificiale jep mendimin dhe e ndan në 5 gjyqtarët. Të njëjtin mendim. Dhe ata kanë 24 orë kohë ta lexojnë. Ata dhe dalin me vendim. Gjëja më fantastike. Pra, edhe në këto vendet që neve themi që janë shumë si i thonë fanatike, përsa i përket fesë, shteti së drejtës funksionon më mirë se sa këto që janë liberale, si Europa për shumë, apo si Amerika. Pra, inteligjenca artificiale që do futet në masivitet këtu, dhe Amerika... Funksionon më mirë drejtësia, kur atje ka ato ligje që i shkelin drejtat e njeriut. Ku në Arabinë... Abu Dhabi në gjithë botën arabe. Jo, prit, më thuaj një. Dhunimi grus. Jo, s'është. Përgjeja ke gruaja. Jo, tjetër gjë. Ato janë kode morale që aty ka një listë. Si kod moral, detyrosh ti mund mos dalë me fustane. Jo, gruaja për respekt të burrit, aty ka një gjë. Unë nuk është se jam fetar, po. Ora ti tash. Ça di? Okej, nuk do të fillojmë me këtë. Bota arabe është më demokratike. Edhe njëherë, kodi moral, po flas për Abu Dhabin. Kodi moral, të cilën ata përdornin, ishte më i ndershëm. Moral si mas moralit atyne. Po tani nuk ka shkelje tani, të flasim atë tani. Ka shkelje drejtave njeriut. Tani shkelje, tani kur ky person akuzohet për vrasje në Shqipëri edhe donin ta largonin e tjera, me fjalë ky person i cili kërkonte mbrojtje nga ky shtet, duke paraqitur gjithë elementet provuese aty, ata dhanë drejtësi. Ti nuk do të largohesh nga ky vend. Dhe duke përcaktuar dhe rregullat që ka shteti, sepse në fundit, shiko, çdo shtet krijohet me kornizat e mentalitetit që ka një shtet. Neve kemi krijuar
këto 35 vjet, kodin e anarshisë në Shqipëri nuk e njeh kushtetutë. Për shembull, ti thua një shqiptari çfarë është nëni një kushtetutës, nuk di ta thot. E një kushtetutë dy thotë. Po cili është nëni një kushtetutës, ai nuk di ta thot. Ma kuptove? Kështu që libri themeltar, të cilin duhet ta lexojnë dhe ta transmetojnë në sjelljen e tyre, shqiptarët nuk e bëjnë. Kështu që ne kemi një marrëdhënie shumë të keqe për sa i përket ligjit. Dhe kjo pjesa e reformës së drejtësisë, që neve me të vërtet kemi probleme, kemi mangësira, kemi mungesë logjistike, por është rregulluar disi. Unë nuk mund të gjykoj sot një strukturë të posaçme që më erdhi shumë keq mënyrën se si e pash dje, përballë Shumë bukur. atyre njerëzve të cilët janë në konflikt interesi me Altin Dumanin, dhe shumë ata i bënin ca pyetje që vetëm pyetje nuk ishte. Pra ignoranca, dhe ata janë barë, jo vetëm për pse ka leju, jam plotësisht dakord me këtë, pse ka leju Dumani vetes që të shkojë dhe t'japin llogari ke njerëz që duhet t'japin llogari në fakt. Janë konflikt interesi. Jo, prit, ata mund të përjashtoheshin nga pyetjet. Jo. Pastaj kemi dhunim Dumanit. Le të marrim Sali Berishën. Dhunim kuptimin verbal dhe me fjalorin më agresiv dhe me... Po, ajo e pa dje. Pëse Berisha, i cili është akuzuar për 1, 2, 3, dhunon gjyqtarët, pra më qef provat, bë çfarë dush, dhe marrë një standard tjetër për këtë Berish, në një kohë që të tjerët nga krau tjetër i kanë plasë mërend pa... Sepse neve... A shkel kodi me Erion Velin? Atëherë, jetë po të them. Kemi 2 rastet, me tjerët. Atëherë, standardi, po. Tani, jo mon. Qofse do flasim për deputetët i mbron kushtetutën. Është një nen përkatës në kushtetut, mos gabojmë 73, mos gabojmë, nuk e di referencën e plot, plus minus, po diku aty, që thot deputeti ose politikani nuk mban përgjegjësi për ato që thot. Dhe kjo, nëse nuk hiqet kjo, nuk edukohen ata. Dhe atëre, po të hiqet ky nen, ti do shikosh që ai nuk do shpifi, nuk do gënjej, nuk do mallkoj, nuk do shantazhoj. Nuk mund të flasësh ti gjithmonë në emër të popullit. Me fjalë të dalësh ti tani, shiko, unë nuk e kam gjë me Dumanin, por unë flas në emër të njerëzve, në emër të popullit. Ore, ka shkelje sa duash, ka gabime. Hetimet kanë gabime sa duash, mund të sjell unë shembuj pafund, por problemi është që ne nuk kemi luksin të ribëjmë përsëri, të rikthejmë përsëri një riformë të re. Jo, këtë jam dakord, po ne ç'bëm e fare tash, se tash dëgjoj, ne flasim këtu për 5-4 deputet ose politikanë, që janë të arrestuar. Po s'flasim vetëm për ata, ne flasim për komunikimin etik. Nuk kuptove. Dhe ajo rrugaçëri që u pa dje në parlament. Po lënë rrugaçëri. Po rrugaçëri jam dakord me ty, më plotësisht 100%. Tani, 100%. Unë s'mund ta pranoj, ata na kanë bërë barneve. E kupton tani? Vetë aty bën ato pyetje si ignorant, po nuk mund ta vesh ti. Jo, ato kanë kompleksin e krimit që kanë bërë. E di çfarë bën Shqipëria? Si ka mundësi Partia Socialiste nuk u ngrit asnjëri të bënte pyetje. Jo, që ka dënu më shumë se... Po që ka një 70 veta brenda. 70 veta brenda. Edhe këto kanë një Sali e një Fatmir Mediu. Jo, shiko, kjo pjesa e Fatmirit ha diskutim. Jo, nuk ka diskutim hiç ajo për mua. Jo, ha diskutim. Si më ha diskutim, më vraj 27 miliona dollar, edhe nuk ma ka përgjegjësi. Ha diskutim si rast. Nuk po them se nuk ashtu, nuk duhet parë Gërdeci. Gërdeci e ka mbyllur ciklin. Këtu do flasim me gjëra të gjykuara. Problemet të parashkruara. Problemi është në tjetër... Si vrasja njerëzve që janë parashkruar? Po edhe një nuk është se kishte ministri, këtu e ka shefi shtabit përgjithshëm. Po dikush duhet japë llogari. Një sekond. Shefi shtabit përgjithshëm i cili mban përgjegjësi direkte për sa i përket kompanisë Meiko, kompanisë e cila u licencua që mori demontimin, vendi se si u përzgjodh, këto nuk janë pjesë e ministrit, janë pjesë e shefit shtabit përgjithshëm që ka inventarin e gjithë situatës. Ma kupton? Tjetër gjë se çfarë flet tani, po do të flasim juridikisht kjo është hapësira dhe shkallët se si funksionon. Problemi është në tjetër vend e kam unë. Problemi është që kjo klasë politike, të cilën neve e vëm
t'i bëj pyetje asaj strukture e cila i heton këta, më duket gabim. Pra në kushtetut, ajo duhet hequr llogaridhënia e këtij institucioni përballë njerëzve të cilët janë në konflikt interesi. Jam dakord 100%, kjo është absurde që është ai që është në tim nga Spaku, nga Etusia, të bëj pyetje. Të bëj pyetje. Ai s'do të ketë drejt në pyetjes moje. Pastaj edhe nuk është logjike të bëhet pyetje çau bë me këtë dosje të tjera. Atë sekreti jetë marr vetëm prokurori nuk do të flasë. Dakord jam me këtë. Tashi si e shef ti performancën e Dumanit, i cili është në fund mandatit të tij? A mendoni se ka pas arrogancë në sjelljen jo vetëm Dumanit, por shumë prokurorëve? Tani ata shpjegojmë. A ka pas drejtësi dhe a ka pas balancë për atë që ato kanë morë? Tani, unë të kuptova. Shiko, duhet të dish një diçka. Flasim për administratorin 3 vjeçar të strukturës. Themelet e strukturës të urdhën nga Arben Kraja. Usha Arben Kraja, në të tërë krahas po bën arrestimin, se ne i duam kështu. Berishën, futën burg. Po ta mbash mendin në 2016-ën, i gjithë populli ka qenë shumë i tensionuar, do miratohet reforma. Pse i thoshin? Se kur të hyj Berisha në burg. Me fjalë që atëre, ky muhabet ishte, me fjalë që u krijua një ide që në 2016 kjo reformë do fusi Berishën në burg. Kjo reformë që ishte atëre do hetonte nivelin e lartë të politikanëve. Pra, kjo pjesë e politikës së pandëshkueshmërisë që ishte në vite, erdhi me këtë reformë, me një strukturë që do të hetonte atë strukturë. Tani, ku ishte pjesa për të cilën kaloi te Dumani? Dumani mori dosje të cilat në aspektin 3 vjeçar të hetimit paraprak përfunduan disa dosje. Dhe me përfundimin e dosjeve, normalisht do dilte një urdhër arresti. Do bëheshin kërkesa për heqje të imunitetit. Dhe kjo i ra shanse që të ishte Altin Dumani. Dhe pse u zgjodh Altin Dumani? Altin Dumani, në aspektin moral dhe profesional, unë mbaj përgjegjësi për këtë fjalë që them, e njoh herët, kam qenë në procese me të, dhe i quaj një nga njerëzit më të ndershëm të prokurorëve. Nuk diskutojmë ndershëm. Ja, ku do të dal unë me këtë. Tani, Altin Dumani si administrator ka 4 gjëra ka si administrator. Të përfaqësojë institucionin njësisht, të ketë një integritet të lartë moral dhe profesional, të cilin ai e ka, sepse nëse ti nuk e kishe një integritet moral dhe profesional, dhe të lakoheshe që ky në filan vit ka bërë këtë, Altin Dumani deri tani nuk janë kanë nxjerrë gjë. Pjesa tjetër është që të kërkoj prokurore zbatueshmërinë ligjore për problematikat që lindin brenda institucionit me prokurorët që kanë një status të veçantë dhe nuk i detyron ky se statusi i prokurorit është e ka caktuar kushtetuta shumë i pavarur. Dhe mendimin e prokurorit ky nuk e imponon dot, por i kërkon zbatueshmërinë ligjore. Kaq në bazë të referimeve që vijnë nga procesi i personave që janë në hetim e tjera. Dhe pjesa tjetër është që përfaqëson institucionin jashtë e brenda me dinjitet, me institucionin ligjë zbatuese botëror. Pra këto 4 janë gjërat prioritete të asaj strukture. Dhe te pjesa tjetër e sjelljes së prokurorëve, dhe unë e di pse dole te pjesa e prokurorëve dhe sjellja e tyre, që a ka pasur problematika, këto janë individuale. Do të thotë që nëse Zoti Velie, se unë e kapa këtë që ti e ke për të Zoti Velie. Tani, nëse Zoti Velie... A ka konflikt interesi midis prokurorit dhe Velies? Në qoftë se Zoti Velie kishte konflikt interesi, shumë mirë, ti bënte një kërkesë Altin Dumanit, si krye... Ja ka bërë? Një sekundë. Jo, pritse, unë mund di që s'ka bërë. Ja ka bërë, po të garantoj unë. Po atëherë, po mirë, dakord. Dhe nëse, atëherë do ta çonte në gjykat, atë kërkesë, se atë ligji parashikon që të shkojnë në gjykata, ja? Nëse nuk e largon prokurorin, shkon drejtojë gjykatës, gjë që nuk e ka bërë, sepse këta nuk kanë mbajtur në gjykatë. Nëse ishte një konflikt i tillë. Ose, nëse me të vërtetë figuronin element dëshkueshmërie dhe penale, Erion Velie ti bënte kallëzim penal dhe normalisht ishte i larguar automatikisht prokurori. Pra, kjo është marrëdhënia të cilën Zoti Velie duhet ta bëjë. Kjo nuk është detyra ime, po është detyrë mbrojtjes së tija që të ditë të mbrohet
Për atë dosje, 60.000 faqe, 100.000 faqe, që një zot e di se kush do i lexoj ato e si do i lexoj, se është ka tjetra probleme aty. Aty ka probleme sa dush. Sot që duhet ndërhyrë te kodi procedurës tani penale, sepse kemi afatet kur ti thritesh i pandehur, 10 ditë kohë nuk mjaftojnë për këtë volum të madh letrash që ti të bësh analizën dhe të bësh kundërshtit brenda 10 ditëve. Pra, ka shumë element të cilët duhet ndërhyrë. Apo elementi i gjyqtarit të seancës para pragë, si do lexoj ato 80.000 flat, të gjitha aty. Ma kuptove? Kështu që duhet lëvizur me pjesën e afateve. Pyetje e fundit, zoti Pedre. Nuk e di nëse isha i qartë për Jo, këtë. shumë i qartë, po Se karova pak edhe në pjesën teknike tashti mendon ti, sigurisht gjithë duhet dalin para drejtësisë. Pasi dënimi i 10, 20 apo 50 politikanëve. Nuk e zgjidh, jo, nuk e zgjidh. Do të zgjidhë problemin e drejtësisë në Shqipëri kur kemi mira dosje për njerëz që janë problem me pronat, ku ndodhi dhe vrasja e gjyqtarit, mira njerëz që kanë probleme elementare dhe i shkojnë dosjet me vite. Pra, kjo zvarritje e Atëre ta them unë këtë? Po, ja, ta mbaroj. Kjo zvarritje e proceseve gjyqësore. Edi Rama, si kryetari i qeverisë. Të kuptova, A krijon frustracion ke njerëzit? Ta kuptova këtë. Që nuk ka një barazi, do thuash. S'ka një barazi. Jo, absolutisht. S'ka një përkushtim. Ja. Për hallet dhe shqetësimet e qytetarëve të cilët kanë lidhje me pronat. Me pronat. Jo vetëm me pronat, por me Po probleme. dhe me shumë elemente të tjera. Atëherë, futja e inteligjencës artificiale. Flasim për kadastrën, varri dhe institucioni që ka prodhuar konflikte pafund. Pa. Quhet Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Në qoftë se te Agjencia Shtetërore e Kadastrës sot shikon njerëz të cilët do të jenë jurista me eksperiencë, të njohin pjesën e pronës, në qoftë se nuk ka inxhinier topograf që të zgjidhin atë konfliktin në bazë të ligjit të vitit 2018 dhe të 2020-s që i parashikon ligji si të rregullohet marrëdhënia e konflikteve, të mbivendosjeve, kufive e tjera, unë të them vetëm kaq, që kemi një marrëdhënie e cilën e zgjidh vetëm inteligjenca artificiale. Mbaj më mirë këtë, do jemi bashkë këtu, mbaj më mirë, sepse, pse do t'jetë kjo? Po marrim një dosje që ka 4 mbivendosje, ka 4 konflikte, pronësie. Do të filloj, do të futen të pjesa e inteligjencës artificiale, elementet e skanuara dhe dosja përkatëse, pasi ta transkriptoj vetë programi dhe gjen elementin bazë se cila është planvendosja reale dhe ajo ta jep dhe të nxjerr cili ka vepruar gabim, cili është nga personazhet me vendimin e gjykatës ka manipuluar e tjera. Pra në qoftë se futet sistemi i inteligjencës artificiale, unë i kam parë këto, më prandaj të them. Dakor. Unë i kam parë këto dhe në qoftë se nuk futet kjo, se ne flasim ChatGPT, nuk është ChatGPT-ja. Inteligjenca artificiale është më i gjerë, ka një fushë tjetër të pjesa se si mund të bësh. A e di që sot ne kemi element që po bëhet inteligjenca artificiale në avokati? Që unë jam pjesa ati grupi që jemi sot në Torino të Italisë, dhe të shikosh mregullira, dhe të pjesa e gjyqësorit, se si po futet, po bëjnë implementime. Se perëndimi se aplikon inteligjencën artificiale. E kanë filluar ato, të gjithë e kanë filluar. Atje zhvillohen, kanë ato ministra. Atje sot kanë arritur që nuk zhvillohen gjyqe në Itali, por atje kanë pjesën e dorëzimit të dokumentacionit në emailin përkatës, që njifet nga website-i i cili ka gjyqësori atje, ka një kod unik dhe ajo atje çon letra dhe merr përgjigje. Dhe në bazë të atyre komunikon vetëm nëpërmjet emailit. Nuk ka nevojë tani të marrë drejtimin avokati, me shku në Sarandë, me shku në Shkodër e tjera, orar pa orar, e kapi gjyqin se kapi gjyqin e tjera. Po të shikosh një gjë shumë interesante, gjë që ato do i vi koha. Kam përshtypjen. Por puna e parë që duhet të bëj, njerëzimi thotë do ngelet në dorë të inteligjencës artificiale. Për mendimin tim, zgjidhja e problematikave, inteligjenca nuk të zgjidh. Ajo të jep mendim. Ti do ta shqyrtosh. Pra ke njeriu do vish. Po mirë, do vishte njeriu. Si e shqyrton? Jo.
Tash po të bëj pyetje, jeni ekspert. Po tani ki besim të kjo, se po flet me njeriu, një sekond, po flet me një person që është shumë i updateuar te pjesa e internetit. Për të sqaruar njerëzit. Edhe një. Pastaj vendimin do japin njeriu. Jo, vendimi pasi ta lexoj, ta arsyetojnë e gjitha. Por mbi atë bazë edhe tash ne kemi kodin penal, kodin juridik, kodin penal, kodin çka kanë ligjet i kemi. Problemi është që ligjet nuk kanë aplikuar, sepse ne nuk e kemi problemin ke mungesa e ligjeve, ne kemi problemin ke mungesa e njeriu. Pra, do të vi prap ndor njeriu në fund. Dhe mendon ti se çdo gjykat do të bindet inteligjencës artificiale, sa je shef. Po jo, atëherë kot çeka pra. Sa për të lexuar, sa për të bërë leximin. Edhe një herë, kur një proces mbaron për 4 ditë, tani pse do ta zgjasim ne 16 vjet? Jo, un po fus arsyen. Pra, përderisa vendimin fund do japi njeriu, atëherë njeriu sot i ka ligjet, por nuk i zbaton. Po ta shikosh, shqiptarët, më erdhi njëri dhe kishte bërë një kërkesë pa di, e kishte bërë me ChatGPT-n. Dhe e kishte nxjerr si dreqje edhe. Dhe i thash unë, kjo nuk bëni, thash. Nuk e pranonte. Jo, thash, s'ka shanse. Ore të ka dhënë referenca ligjore të gabuara. Nuk janë këto referenca ligjore. Jo, më thoshte mua. Nuk e po pra ti po thua atë që them unë. Prit. Por nuk është ChatGPT-ja që të ndërtojë një strukturë. Okej. Për këtë. Pastaj po të vesh dhe papagesë ChatGPT-ja, normalisht që do të jap dhe ti nëse nuk jep vendosjen që cila është pjesa për shembull se ChatGPT-ja do funksionojë në bazë të ligjeve dhe kodeve penale, civile, administrative shqiptare. Referenca ligjore do të jetë shqiptare. Nëse ti nuk regjistrohesh, ta blesh me para atë mendimin dhe të japësh vendosjen, ajo të kalon në gjersin 3000 kilometra. Pra ka rrezën 3000 kilometra, të merr nga ligjet italiane, ligjet ku diuna zviceriane dhe ta jep gabim. Kështu që i them unë kështu hape ku e ke 75-ën i thashun. Fillon dhe 75, po nuk thot kështu thosh. Ma shikon, kështu që janë disa element që nuk e zvendëson dot profesionistin dhe Rama sot ka në dorë mundësinë reale të marrë 1000 profesionista, t'i zgjedhë të vëj veton ai njeri. Nuk i vjen e keq nga kritika që bëjmë neve për administratën. Ne bëjmë kritikë si të bëhet më mirë. Jo kritik që ne të rrëzojmë Ramën, se Ramën se rrëzojmë dot ne. Se Ramën e rrëzon vetëm Rama. Që ta dish. Dhe këtë Ramën e rrëzon vetëm Rama. Faleminderit shumë.